Moskandidimi i Lulzim Bashës për një mandat të dytë në Bashkinë e Tiranës prej më shumë se një javë i hapi rrugë për zgjedhjes së kandidaturave për zgjedhjet lokale të 21 qershorit në kryeqytet. Nëse Selim Blugara për Bashkinë e Tiranës është drejt finalizimit, ndër propozimet e mbërritura nga degët e kësaj partie në Tiranë, sipas sondazheve të kryera nga kjo forcë politike, janë edhe kandidatura e ish-ministrit të shëndetësisë Halim Kosova dhe ajo e këshilltarit në Këshillin Bashkiak të Tiranës Besnik Aliaj. Të dy figurat e përzgjedhura dhe më të kuotuara nga sondazhet e Selis Blu janë me profil të lartë politik e qytetar. Mbërritja deri tek përzgjedhja e tyre la pas disa nga kandidaturat që u përfolën më herët, si ajo e deputetes Jorida Tabaku, Grida Dumës apo Arben Ristanit. Si Besnik Aliaj, ashtu edhe deputeti Halim Kosova shihen nga Partia Demokratike si figura potenciale për të qenë kandidat zyrtar në këtë garë. Mjeku Halim Kosova, i cili aktualisht mban mandatin e deputetit, nuk është një emër i panjohur, pasi në qeverin Berisha ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë. Po ashtu edhe Besnik Aliaj nuk është një emër i panjohur në Partinë Demokratike. Në fund të vitit 2004, Aliaj u prezantua nga ish-kryeministri Berisha si pjesë e Komitetit të Orientimit të Politikave, e cilësuar risia aso kohe, e që më pas risolli demokratët në pushtet. Përfshirja në këtë strukturë i shërbeu Aliajt në vitin 2005, të përzidhej si kandidat i Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare përballë ish-kryeministrit Fatos Nano, garë në të cilën humbi. Por pavarësisht se në Selim Blu duket se po jepet dora e fundit kandidaturave për Tiranën, nuk përjashtohet edhe mundësia e ndonjë surprize.